Deklarata patriotike e Nasim Haradinajt I pas ka shqetësuar, friksuar dhe tmerruar disa eksponent televizës vetëvenduse. Përshëndetje me që dashër nga diaspora flet, shkojnë në radhës pleshti apo morri I Serbisë që e lufton Kosovën, kosovarët, kryeministrin e Kosovës, e I mbron kryeministrin e Serbisë, e I mbron Sërb, se për ndryshe nuk ka asnjë emër nuk mund janë gjithë ndryshe për pos morri apo pleshti I Serbisë. Pse po them këto me të dashur? Sepse me punu 24 orë kundër Kosovës, kundër popullit 50% Kosovës, edhe kundër kryeministrit tonë më të mirë në botë, çka më thonë të sen. Po miq, shkojmë të dëgjojmë lutëm, të diskutojmë bashku. E në veçanti neo-jugoslavët dhe jugo-nostalgjikët. Qëre, këtina e kanë me Jugoslav krye, se pa tas mund me jetu me që të dashër, nuk ka emision që nuk I përdor, nuk e fol emrin sërb. Nuk ka. I ka në gjak, I ka në zemër. Kështu që mos jetë për të madhe, mos ashemi për të madhe me që të dashër se që ati bujmë. I ka në zemër njeri, për zemër I ka që ati bujmë. Patarica ashtë I pëtha që të mu, që me thonë. Shkojnë amiq? Go këtë patriotin për zyrës. Shkojnë të dëgjojme, I kam do fjallë për to miq. Do të dishet flok, ky vend, do të dishet flok Maqedonia, do të dishet flok Shqiptaria. Reagimet. Ku ishe ti I nderuar? Pse se ka dhe Kosovën kur u dha qakore mërë burë dhe jetë vëlla? Pse se ka dhe Kosovën kur u dha në Blac? Pse? Ku ishe ti vëlla? A ishe këtu, a jo? Po mbi gjitha. Pse se ka dhe kur unë shujti, kur e votur në gjykatën speciale në parlament? Ku ishe o burë? Pse se ka dhe parlamentin e vëlla? Pse se ka dhe Kosovën e vëlla? S'po të kuptoj, zotri Haradinaj, me të vërtet. Gjithë këtë vllaz, gjithë këtë urrejtje, gjithë këtë mlef, tash po thuhe, ka më kallë Kosova, ka më kallë këtu, ka më po kështu që dënon ata, ka dalë mëre burë. Ku ishe ma heret për mësë me arë puna këtu? Për mësë me arë puna këtu, o duft me kallë Kosovën kërë formu gjykata speciale. Unë e besoj kështu të paktën, unë e besoj kështu. Po jo masit formohet, e të shkojnë në shtretu që këzë atje, e kër e ke pa që I ka arë ngusht, tash pojmë kështë e po bojmë diqka. Jo mërë, jo. Krysh mas darsme, Allah ile, krysh mas darsme. Nuk shkojnë të sen shtojnë dërum. U duft në vakt. Ti, me gjithë këtë morën e Serbisë, që pas ka qitë këtu. Unë nuk jam për më dënu ata. Sa I përket, për luft, por e që kë. Amo nëse dënohen, për tjera sene, mas luftës, për vrasje shqiptarve, për grabitje, për plaçkitje, për to, për mu e kur më zdalshin. Nëse vranë, do më thonë, nëse dënohen, për ushtrin qimtarë të Kosovës, jo, nuk jam absolutikisht, nuk jam për më dënu. Shkojna mi që lutëm, të ndëgjëm këtë morën. Kundrejt kësaj deklarate zakonisht vinë nga njerëz dashaqënje, të padijshëm, të kacak, por dhe të pushtër, të cilët ne... Po njeri maj poshtër, se ti, a ka? A ka njeri maj poshtër se me mbrojt Serbinë? S'ka. Ti a I vetëmi o armen, që mbrojnë, çdo televizion I mbrojnë Serb, e kesh kryeministrin. Në atë moment që ti e kesh kryeministrin, e ke mbrojt Serbinë. Në atë moment që ti e kesh, e kritikon një kryeministër që ti ka kthy 16% territorit, ku ky I brojës, petiti për kom po thom, që ti e patariza atina, I ka shit, ky I kthej. E ti o mori Serbisë me dalë me thonë, me na qujtë neve të ratharë, Sërb, halal tom levita që shabë këtë deputeti.
Halal i koftë Tom Levita. Me vaj palë me këptohet. Shkujna miq? Në heshtje, do t'i gëzoheshin dënimit eventual të krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, e neve... A thue pse? O morë i Serbisë. Po çfarë arsye? Pse kanë më gëzu? Po çfarë arsye? A mos vallë diçka ju kanë bojë ka djeg shpirtin tyne? Se një njeri bati hava në gëzohet. Për besjo. Diçka ka këtu. Ndoshta ja kanë djeg shpirtin, o morë i Serbisë, ku pëtë ti? Ku pëtë ti? Asu nuk e di. Po se pëzoj. Deri sa der një njeri publikisht, edhe thot që unë e gëzona, ka me bo darësëm në farë dhe mënyre, fest, më dënu ata, tu diçka ka. Unë e zdi, sen, por paramenoj. Shkojna të dëgjojme që kitë morën, shkojna. Morën ma dhe në Serbia. Nëse shikoni me vëmendje, brenda reagimeve të tyre ka një lloj patriotizmi pejt, që ata sërish përpiqen që ta akuzojnë Hashim Thaqin për votimin e gjykatës speciale në kohën kur këta heshtën kur votua kjo gjykatë dhe atë e suportuan ashtu me heshtje, sërish duke e akuzuar Hashim Thaqin. O morë i Serbisë, o pleshti i Serbisë, o patarisa Hashim Thaqit, kush ka heshtë? Po këta kanë dash me kallë parlamenti për mos me lë me votu gjykatën speciale. Pse po gënjen o morë i Serbisë? O patarisa Hashim Thaqit? Pse? Për çfarë arsye? Pse po gënjen? Na në këto me gëni, se janë arkivat, o morë nga Serbia, madje në Serbia. Apo kupton? Apo kupton ajo? Ti je morë i Serbisë? Pik. Shkojna miq. Ngohë o morë i Serbisë, ngohë. Ngohë që kanë bon parlament për me votu këtë gjykatë. E ti po del, po disformon, po del, po gënjen. Po ja për morë i Serbisë, të lutem. Shkojna miq. Vazhdohet kjo seancë dhe të miratohet apo të votohet kjo rezolut. Recep Selimi. Zotë kryetar, duhet jemi të gjithë vetëdijshëm se kjo rezolut është kundër interesave qytetarëve të Kosovës. Kjo rezolut është kundër pavarësisë Kosovës. Mos e lejoni, sot është mëngjesi më i rëndësishëm për Kosovën. Apenino Gjak Shkallë, që po na fy neve, po na thue me Serbi, Serb. Apenino o Karcel, o morë i Serbisë, Apenin. Apen dëgjon o Klish Serbie. Nuk bën me na ofendu neve, që kritikojmë, pa ofendue. E kjo është ajo nostalgjia jote. Mos del me rajt. Mos del me rajt, o morë Serbie. Mos del se morë zbon. S'lom na. Nuk t'lom. Shkujna miq? Ti tregojmë. Mos e lejoni sepse edhe ju, edhe të gjithë ne do t'i bëjmë pishmat. 2013 është kjo. Nuk kemi nevojë shkojmë prapa tradhtis. Do duhet ta ruajmë pavarësinë e Kosovës ashtu siç i keni shpallur. Prandaj kjo rezolut është kundër interesave qytetarëve të Kosovës. Bravo. Gjykata e veçantë nuk bëhet si Gue morë i Serbisë është Albin Kurtin. Saj ke Regja. E gotash Albin Kurtin. O njeri i Serbisë. O bashkëpunëtori Vučićit. Go. kur ky kryeministri i Kosovës të mos donte ta aq të bëjë. Por Thaçi po e lejon tribunalin për shkak se beson që ai vetë nuk ka me përfunduar. A peshe? O Gjak Prisht. A peshe o morë i Serbisë. Pse ka formu gjykatën speciale, sepse ka kujtu që nuk shkon vetat. Ja kanë lujt valën bravo i koftë Evropës dhe Amerikës.
I ka thonë, bënë të gjikatën se ti s'ki me shku, veç të atjertë. Po, hajde. Edhe thëke, aj që nuk e në shun, është antikomptarë. O more Serbisë. Unë me ty, inderum, s'kom personale kur gjë absolut. Ti po na ofendon, unë po të ofendoj. Thjesht reciproke. Nuk je kërkushit ti, neve me në qujtë sërbë. Pa ditë se kush jem, që ka këna dhonë për atë Kosovë. Edhe sa jepën për atë Kosovë. Tonë të dashër. Ti e bira me fund të kavallit. Ti e veç një birë halje, ku shkun tonë, halje publike do me thonë, qatë qëti si e shësar më shumë. Shtu që kur tjetër herë kish kujdes kur të ofendojsh dikon, se s'ta ka borë s'kërkush. Kur thëmë kish kujdes, e kam fjallin politikisht. Jo me dalë me të reje, jo, s'kem vakë për ato punë. Po politikisht, nuk kena me të lanë kënë vend. Ti del, na demantojmë, me fakte, jo pa fakte. Që kur tash për shamën. Vetëm me fakte. S'ka pa fakte kur gjë. More Serbisë. Ti me dalë me të zëfërmu. E arkivat, morë Serbije. Arkivat nuk rajnë. Balë kine rajtë. Kine rajtë so kun gazeta. Popë dhe kon flajtën, s'ka lecu gazeta. S'ka më ashtë, tash e kem tonë gazetën dorë. Arkivat, aj që donë me himi gjithë veqin, tap, qka donë gjonë. Shtu që, s'ka më të zëvërmata, o shpifës, o mashtrus, o ignorant. Edhe njerë po thëmë, personale s'kom kur gjë, me ty absolut. Amo, me dalë me fëndu poplin, ashtë i qare, prite. Lutën prite. Shkojnë amiq, se ka dardha besht ala. Është një gjykat e njanshme është. Gota është Glauku Njusën, këta që i kanë hesht, o ignorant, o morë Serbije. Këta që i kanë hesht, pas kanë hesht, apo? Një etnike është, e paraqykon UÇK-n si kriminale. I paraqykon shqiptarët që kanë bo krime. Ku që të atëhere, o gjak prisht, kur ta e akuzojshën, ku që të atëhere? Shkona me, shkona. Dhe është gjykat një etnike, ajo do të gjykohet krimi shqiptarëve këtu. Rëndësi ta dimë se ku jemi. Pra, këta njerëz janë prikacak, si që ishin prikacak edhe në vitet e 90-ta, kur përduan që ta prishnin rahatlakun e tyre për të bërë pjesë e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës. Që çfarë shtisë, çfarë përçarësi mi të dashur. Ky është marrë që punon për Serbinë. Ky është gazetari i Serbisë. Ky paguhet me pare me thas për Serbisë. E paguhen Serbia për përçarje, me shti përçarje. I danë thot, jo ti që e kon luft, ti e kon luft. Që çfarë qafiri mi të dashur. Qërë kush japon pataricën, edhe ashim thaqët, edhe vëqicit. Që çfarë përçarje bën. Lufta kry që 27 vjetë, edhe fol hala kush e kon luft, kush nuk kon luft. Po kush do me të dëgju të jotë CNF, lufta që 27 vjetë o kry, ata që i kanë lidhë mas luftë i kanë bu 27 vjetë tash, ka që i kanë edhe thmi, ka 2, ka 3 thmi. E ti përshtim për qare këtu. Hajde, marë Serbia, hajde. Shkojnë amiq? Por në atë ku, kur po digje dhe pigje Kosova, zgjodhen në rrugën e bashkangjitjes me gra, fëmijë dhe pleq për të hipur trenit dhe për të hikur nga Kosova. Ky ka po mi që dashur, ka qenë aty. I ka përcil me laps, i ka shlu kush o ikë, kush o ikë, kush o kone, kush o kone. Qërë mi qa përshë? Ta marmena mi që ky punon për Kosovë? Ndërsa një pjesë
parashisë e tyre edhe në kohën e luftës akuzonin Hashim Thaqin. Sido që të jetë, kjo nuk është rastësi, sepse frika atyre e ka një burim. Është përfaqësuesi tyre, lideri tyre shpirtëror, i cili ishte frikacak në kohën e luftës, sepse kur po digjej Kosova flak, ai refuzoi pushkën dhe kërkonte paqe. A dim të gjithë. Qa me thonë mistima, poshtë zote? Qa me thonë këti qetniko, burë? Albin Kurti, Ky mërë Serbije, me arë me full për Albin Kurtin. A i ke la dhëm të qenef se për të vjen era mutë, unë falin shprejemi që dashët. A i ke la dhëm të qenef. A i ke la dhëm të qenef, për të vjen era mutë. Mutë për të vjen era. Shkojna me që s'pi thonë kur që, shkojna. Qytetarët e Republikës e Kosovës dhe shqiptarët anë kanë. Se lirimi i krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe shpallja atyre e pafajshme e në veçantia Hashim Thaqit është fitoria më e madhe për shtetin tonë që pas shpalljes së pavarësisë. Për çka? Në veçantia Hashim Thaqit, për çka në veçanti? Për çka? E këta tjerë çka janë? Çka janë e patarica Hashim Thaqit? Çka? Për çka më i gëzune lirimin të Hashim Thaqit? Po folim për Hashim Thaqin. Për çfarë arsye? Ama një arsye o gjak shkau. Me arë me makthimi të rëvicin ku ka qena? Me arë me fitu bitcoina? Me arë me këthy tabelat e Serbisa? Me arë me këthy dinarena? Për çka më i gëzune? A me arë me adhëm i të rëvicin me thonë këna në ka falë Rankovicja? A gjak shkau, të regom pëse, për çfarë arsye. Shka bre balë banë adenon, të lutëm, amonit kuft. Shka banë adenon, se o ki medali Vučićit, o i Miloševićit. Ma se ti përna qune eve kështu, edhe kriministin, edhe na po qujmë ty kështu. Se ty, gjak e lirë, është problem e dalë. Shka banë e ndërum, adenën. Edhe që të thuj që, unë jëmë shqiptar, apo unë jëmë sërb. Se, me këtë fjallor, vesh një sërb, vesh një shka, qetnik, e folë. Shkona me që? Per arsye se këta njerëz, vetëm një ligj e kanë shkelur. Atë të Slobodan Miloševićit me kohën kur ai kërkonte kokën e tyre. A në dëgjut me që amoni u koft. Do me thonë, Serbia veç kokën Hashimit e pas ka kërku. Neve ka që i ka vra, fëmije, gra, bura, këta si pas ka kërku. Hajde mërë Serbia, hajde. Shkoj? A ki fjallin për që të Hashim Thaq? Goa mirë, o batrapat. Në engravizim, në kantonizim, në mbyllje, në krimin e komunave, vetëm një etnike, plas me bindje të plotë. Goa tash o shka. Me zotimin dhe përgjësim më të lartë, kombëtare, politike dhe shtetërore. Se asociacioni është plotësisht në përposhmëri me kushtetutën e Kosovës, me Go gjak shkallë, go psikopat. Për çka, unë këti më i gëzu që për lirohet, por mu i shalë lirohet, shkojsh për të vetë 5 porës ja pra punit. A për ndëgjën, a për kupton që a për thot? Jo, shkojna. e Kosovës, me dokumentin e presidentit Ahtisari dhe standardet evropiane. Është në pajtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ligjet e vendit, me rezolutën e Kuvendit Republikës Kosovës, Se përket asociacionit, ose po nështru asociacionin. Ky thot isës porran, isa dhe tina porran. A dytë e kanë në realitet 2014 e kanë shru dytë. E ti po mënohesh me Elon Albin Kurtit.
Ti o gjak shkallë. Ti o pjellë Serbie, që i frikzohës Kosovarve, e i mbronë sërbët. Ti. E haram të koftë, tomli i vita kompani, vita me vaj palme. Kjo nuk është fjale ime, është fjale deputetit. Deputet, respekt bablok se ke gjithë, jaf ke gjithë ilaqin, penicillinin, albenicillinin, qysh du shtoj? Dhe të këta në shkru asociacionit. Isa Mustafa me letër. Guys, we try to do agreement. Yes, we are not problem. Kush pedon tash Serbin, Albania, ti, a tha që we are not problematic guys. Serbit të ke, Milutina Vučić. Apo? Po miq, për me avnu ka pakun, të sajna, sa i përket tona PDK-s, edhe ashim thaqet, edhe këti morët Serbis, të ndëgjojnë se kush i ka falë krimet e Kosovës. Shkojnë miq. Pozitiv, tash po jam shumë i drejtë për drejtë. Për krimin e luftës se kisha dënuar si njëri. Me pas në dorën time, fuqinë time, pse po e them? Dhe kjo kush ka amnisti bile kisha bollë për palën tjetër. Se për mua çmimi më i madh i luftës së liria dhe pavarësia. Këtë të tjerat janë pjesa të çmimit. A peshe o more Serbis? A peshe? A peshe kusha PDK-ja o more Serbis? E ti me dalë me folë për Albin Kurtin, që për çdo ditë po gjenë vore masive, për çdo ditë po ka armatim në veri. Çka kanë bo këta për në tona, veriun? Çka ka bo ashim tha që o zotit çka të rrof ti? Çka ka bo ashim tha që? Ti po ma kesh Albin Kurtin. Albin Kurti që pëtën Kosova. Albin Kurti që pëtën për Kosova. Edhe ma livdon mu, ne. Person si ashim tha që pe broje, që thot Mitrovicën Veriore nga ka falë Rankovici, ti veç gjak shkallë, se nështë problem është me pas. Shqiptar jo se jo. E ne farë Greku, ne farë Sërbi, ne farë Rusi, bo. Shkojnë miq? Mire kur i kemë propozuar kuvendit në Kosovë, disa kanë jashtë falën një, ka rastin po që kanë falë gjithçka. Dhe në atë kohë, Kosovës ja kanë bashkangjitur Kosovicën në Velishaku në pjesë të Zveçanit. Do të thotë ata kufi. Ajo pjesë është dhuruar nga antishqiptari famkeqi Aleksandar Rankovici. Dhe sot, kur më dalin dhe vlasin disa që janë me ide të Rankovicit, aty pa pranuar. Dulesh për të përkujtuar sulmin kriminal kundër të rinjve në fshatin Gorazhdevc, 14 vite më parë, në të cilën u vranë 2 fëmijë serb, u plagosën 4 të tjerë. A peshe, a ndëgjove? Unë me ty s'kom qa merë në mori Serbis. Me që ftyrë të posha, me qëta plasha. Mishtë të dashër, ju përshëndes nga diaspora flet, në krye me Dangelin, mire pashën vitë radhës.